Në tregun e paralagjes Dardania gjatë kësaj të hëne ishin ekspozuar një sër produkte shtëpiake të ambisërisë e deri te aksesore e mobilëri të shumta, por pavarësisht laramanisë së artikujve, tregtarët ankohen për numrin e ulët të blerësve. Njëri prej tyre që ofronte produkte nga druri u shpreh se interesimi i konsumatorëve nuk është në nivelin e kënaqshëm, duke mos përjashtuar faktin se edhe produktet kanë pësuar rritje çmimesh. Nga ana e qytetarëve është interesimi shumë i ulët, shumë pak. Rinia ikën jashtë, u mbyllën fabrikat, u mbyllën çdo gjë. S'ka, pa rini nuk ka. Ka pas luhatje, çmime me gjitha këto si blerje ashtu ka luhatje të çmime. Ndërkaq një nga konsumatorët tha se fal ndihmës që marrim nga mërgjimtarët familjar, arrim t'i përballojmë sadopak çmimet e rritura në këtë treg. Për ne na nuk përnojmë se po vinë parë për jashtë. A me metë për qëtun e kom i penzion 120 euro, as barnishta nuk më dalin. Apo mërvesh. A për që ta shkajen këtu, katastrofo. Çmimet janë rritë, rrugat që ka hecin. Mirë po ka dhe qytetarë të tjerë të cilët prapa kamerës u ankuan për çmimet e produkteve në këtë hapësirë tregu. Ata thonë se disa produkte janë vështirë të përballueshme për buxhetin ton familjar dhe shumë shpesh e kemi të pamundur t'i blejmë edhe pse të domosdoshme.